Dhe mua më pëlqen kjo gjëja. Se unë shoh studentet, sidomos flas për gocat, nga që jeni qenie më të zgjuar dhe pretendojnë çik më shumë nga juve. Prandaj nuk merrem me çunat. Edhe pse çunat s'kan asgjë të bukur. I shoh vajzat, studentët e mia, i them, po të shihni nëpër botë, studentët janë me xhinse atlete dhe me një backpack, me një çantë shpine. Ndërkohë që juve, të gjitha gocat sot, vishen si gra. Domethënë kanë tendencën të vishen si gra, me çantat vogla fancy, me markat ato markat po vetëm lipstiku. Po pra, mirë, përveç kësaj, se unë kuptoj që vajzat, s'kuptoj çunat që mbajnë çantë, se vajzat e kuptoj. Dhe kjo gjëja më kërcet pak. Se do doja që një 18 vjeçare, t'ishte 18 vjeçare. Domethënë, nuk më bën sens kjo gjëja që duan të rriten mosh. Ndërkohë që kur rriten në mosh duan të zvoglohen mosh. Dhe aty fillon botoksi edhe. Aty fillojnë ato budalliqet e tjera. Sa punë të prish si fotograf që të nxjerrësh më të mirën e modeles momentin që ajo që në të 20-tat i ka futi çik botoks ballit, jo, nuk fotografoj ashtu. Nuk fotografoj. Okej. Nuk e zgjedh unë këtë fotografoj ose këtë përdor për një brand të caktuar. Nuk më ka qelluar dhe nuk e bëj. Çfarë kërkon nga modelja? Pra çfarë duhet këtë një modele? Natyrale, natyrisht. Bile sot në botë nuk duan as të bukura modelet. Po të shohësh Milano modelet, kur bëjnë casting janë 300 modele, se këto modele shqiptare nuk e din. Që çojnë 6 mëngjes dhe mbajnë radhën aty, po të shohësh janë as të bukura. Në New York kur i shifje në rrugë, i vargin tutat nga mbrapa me shapka, mbanin ngjanin kështu si homeless. Si homeless, si kloshar, patjetër. Nuk kanë lidhje, nëse pastaj bëhesh këto rregullimet. Jo, nuk funksionon fare, ajo gjë është idiote, është ignorante. Ne kemi filluar të prezantohemi edhe në mis me gocat të cilat kanë ndërhyrje. Unë nuk e di kush kemis ka ndërhyrje, por po të them një gjë, ky miti që ju mendoni që ne në fakt mua nuk më pëlqen, nuk e di brezit ri, mua gjëra të bëra nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë sepse nuk janë natyrale. Duken gjitha sikur kanë dalë nga njëta estetikë. Jo vetëm aq, se ka dhe fotograf që bëjnë që duket sikur është një person. Por pjesa që në parim një vajzë 18 vjeç, 20 vjeç, nuk ka pse bën botoks dhe nuk ka pse bën gjoksin apo vithet, më duket pa sens. Pa sens. Në momentin që ti ke lindur 2 kalamaj dhe kërkon një lloj përmirësimi këtë e kuptoj, Po një vajzë 18 vjeç nuk ka nevojë as për botoks dhe nuk e kuptoj se e kam dëgjuar shpesh që ju çunat i keni qef të. Nuk është e vërtetë fare. Unë nuk e di kush e ka qef. S'është e vërtet, paktën në rastin ti ke qef. Jo, absolutisht natyrale. Dhe unë si vajzë që jam nuk më pëlqejnë fare këto ndërhyrjet. Po, duket ato që t'ka thënë Zoti. Ka edhe kategori çuna që i kanë qef këto. Mirë, tashi s'është puna me çfarë na ka thënë Zoti, është puna me sa e do t'i veten. Ngjan fake. Domethënë, të gjitha ato fryrët e buzëve që bëjnë, ngjajnë falso. Pra nuk bën sens. Ato dhëmbët kur i bëjnë, ato kur i shohim ato personazhet e Big Brotherit që bëjnë ato dhëmbët falso, duken që janë falso. Është si puna kur ti shkon në Monte Carlo, shkruan Giorgio Faletti që është e bukur dhe Monte Carlo, për Monakon. Thotë është e bukur dhe falso si një dentier, është fiks, e ka gjetur. Dhe mua ca personazhe të famshëm, ato dhëmbët falso, domethënë më duken qesharak. Dhe ka dhe të vegjël se janë as 30 s'kan mbushur disa personazhe dhe kanë ato dhëmbët falso. Është frikshme, domethënë, çdo gjë është falso. Po mirë, një pyetje. Përpara pyetjes ndonjë bono? Po, do e marr. Okej. Ju bëftë mirë. Po zgjedh këtu. Okej. Duke qenë se është falso, po ky falsiteti po bëhet një farë kështu standardi. Pyetja ime është, a është bukuria një mjet që ty të hap rrugët në jetë dhe në karrierë, që pastaj detyrohesh me hir ose me pa hir të bëhesh e bukur ose edhe i bukur, se s'ke çfarë të bësh o vlla, duhet hapen dyert në këtë jetë. Shiko, unë njoh shumë personazhe të famshme dhe televiziv. Dhe i kam parë, duke qenë se njoh prej kohësh, kam parë dhe transformimet e tyre fizike dhe pavarësisht se unë nuk jam dakord. Unë mendoj që kjo ka të bëjë me kulturën personale të gjithkujt. Është pjesë e kulturës personale. Njerëzit me kulturë që njoh unë nuk kanë bërë ndonjë gjë. Domethënë vajzat, gratë me kulturë nuk bëjnë absolutisht. Se mos më kush mendoni. Nuk ka kulturë dhe flas për kulturë, prap
kthejmë ke Freudi, ke psikanaliza, 0-10 vjeç, kthejmë ke edukimi aty, jo me kulturën a ditë flasur për Dante dhe Molieri. Jo. Nuk është për këtë. Se mos më mendojnë që jam tërësisht kundër këtyre ndërhyrjeve, pra nëse ti ke një rrugë që do ta natyrisht. Po, mos dil nga vetja kur ti e ke buzën të vogël, bëje në rregull me simetrinë e fytyrës Unë kam tënde. parë vajza që nuk kanë mbushur të 30-at dhe janë monstra. Domethënë kanë fryrë gjëra dhe janë kthyer në monstra. Mua më vjen keq, natyrisht nuk ja them dhe nuk as ja vë në duke fare, po kur i shoh, kur i takoj më duken monstra. Mua më duket sikur bëhet një lloj varësie edhe kjo, pra ti e nis herën e natyrisht bëhet parë. varësi, sepse ti nuk rri dot, pastaj me sa duket pa e zëvendësuar, nuk e di çfarë materiali është. Edhe ditë pas dite, sa herë të shkosh tek seanca radhës do e rrisësh edhe i çik dhe pastaj bëhesh si këto që kanë transformuar tërësisht fytyrën, edhe është vërtet e tmerrshme. Ka përshtypjen që është kategoria e lacave që kanë qef këtë. Në këtë, shiko, më lexove mendimin. Ata me çantë, ata që mbajnë çantë, që unë s'e di se mbajnë atë duke çanta, po i pyeta studentët, bile, çfarë mbajnë atë Po, duke vërtet, çanta? çfarë mbajnë? Se kam idenë. Filluan të qeshin edhe natyrisht Ore, është nuk i fenomen. lodhet si e thua Se një mendon, edhe unë kam këtë përshtypje që kategoria e këtyre lacave i kanë qef egzagjerime të tilla, po se kam kuptuar asnjëherë pse, ose ndoshta është një parajgjykim i pabazuar, nuk e di. Kjo është pyetje retorike. Domethënë Domethënë janë të egzagjerimi. lac. Një ndime. Jo, si mashkull po them, në këtë sens, nuk e Se di. kam ide më ka ca gjëra. Shiko, Kawabata thot një gjë shumë e bukur. Thot në fund të jetës kuptojmë që nuk është e rëndësishme të kuptojmë çdo gjë. Domethënë unë këto i kam lënë kështu gjëra që mirë, nuk është e Janë rëndësishme ashtu si kuptosh. janë, po punë e madhe. Ka i kuptojnë ata që i bëjnë. Unë s'e di se nganjëherë ju gocat keni stomak të fortë. E kemi. Keni, domethënë nuk se edhe po ha, bëft mirë. Faleminderit. Mendoj që ju keni një stomak shumë të fortë që kur shoh me ca njerëz, domethënë se si rrini, se si flini, se si nuk e di domethënë. Edhe gocat na e thonë edhe këtë kur kishim lloje të dashurash, na thonë aman stomak të fortë pas. Nuk e di domethënë, nuk e di. Jeni më përzierdhës ju, Fran, jeni më selektiv. Ne, ku di unë, se besoj, base. Unë mendoj që nuk është me njëri kjo, nuk është me gjini. Qenia femërore në vetvete nuk është se nuk kërkon bukurinë më. Jo, nuk cilado vajzë tjetë, prap vajza ka një lloj elegancë, një lloj zyrtarie, është më e sofistikuar se ne meshkujt. Unë e them për meshkujt këtë gjën, domethënë e them për juve nga që pikërisht duke qenë se jeni më të sofistikuara, arrini keni dhe stomakun më të fortë, pra duroni më shumë në jetë, siç duroni shumë fenomene që ju bën juve të jetoni më shumë se neve, po ashtu keni dhe një stomak shumë të fortë. Domethënë që ne nuk vjen edhe. Jo, e vërtetë është. Apo është shumë e rëndësishme këtu që të kesh një shoqe, po shoqe, të cilën ta kesh si filter, sepse ti nuk e shikon dot atë që një femër sheh tek femrat që i pëlqen ose do të jenë të dashura të tua potenciale. Dhe ajo thot, prit se kjo, jo, prit se ti nuk shef diçka te kjo. Prit. Se ngelet gjithë jetën duke na përdorur edhe filtr. Mirë. Gocat kanë gjithmonë natë njëra tjetrën, kështu që nuk flasin asnjëherë mirë. E vërtet, konfirmoj. Patologji e një. Nuk ndodh me çunat. Jo, ne çunat jemi fair. Në momentin që kemi natë evitojmë edhe nuk, kurse juve edhe qeshni, flisni dhe këtë nga ana tjetër. Po, e ke gjithmonë një gjë që do shash. Edhe nga këto anatemimet e ku diun, kjo me këto hundën e shtrëmbër, me buzët kështu. Flasin nga këto gjërat që. U bë kjo tani. Tek modelet. Cilat janë tre gjërat? Cilat janë tre gjërat kryesore që një vajzë duhet ketë parasysh përpara një seti fotografik? Që mos vi me prindrit mos vi me shoqen. Po pse? Unë e kuptoj që është shoqëri shqiptare dhe kanë frikë apo. Po pse vjen prindi? Ka merak për vajzën, s'ka faj, unë s'po them, po. Atëherë mos bëhet Po, mos u bë modele, nëse do bësh modele. Domethënë, është çështje mentaliteti kjo gjë. Shiko, unë mendoj që kush do të bëhet modele, se shpesh shoh vajza që mund t'i kem fotografuar një herë dhe pastaj i kam evituar. I kam evituar sepse duan të bëhen pjeshka Instagrami, që është tjetër gjë. Okej, kjo është interesante. Domethënë u a ke kuptuar kokën? Ka disa fenomene që quhen pjeshka Instagrami që nuk janë modele, kanë shkruar model aty, por nuk ka qenë ndonjëherë modele në vetë. Okej, shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë dallim. Dallimi është që s'është fotografuar asnjëherë në jetën e vet nga njëri tamam, se mund të ketë bërë fotografi me kalamaj, ku diun me ndonjë njeri me aparat në dorë, ç'është ka.
po nuk është modele se nuk ka parametrat e modeles, nuk ka parametrat fizik modeles. Është pjeshk Instagrami që gjuan për laca apo njerëz për lek, po dhe themi kështu në mënyrë folklorike. Po. Themi atë që është kërkon lekun, është barkthar dhe do lekun. Apo jo. Do të ushqehet. Okay. Do çantën fancy dhe do martohet me çantën. Madje jo nuk do të ushqehet, se nuk do ta gjykonte njëri po donte të ushqej. Po do sushi, edhe çantën Gucci, po. Tash unë nuk e di, unë jam I pasur, po unë sushi gjithmonë jap dashurës time, nuk është se kur kam pasur. Nëse kam pasur. Është gjë normale më. Pra deri ke sushi arrim dhe neve, apo jo çura. Po arrim ke sushi drejtë mori. Konfirmojnë edhe nga ne pa buksat, se ne di këtë krudën e peshkut mbase jo nuk arrim. Se ne konsiderohemi kështu domethënë, ne pa buksa, po edhe te sushi arrim, mos. Po ke sushi arrim, aq sushi mund ta paguajmë. Aq e paguajmë dhe vetë. Paguajmë dot Rolexat, po sushit. Sushi I paguajmë edhe vetë? Tash nuk e di, shpresoj të gjejmë një gocë që nuk e ka të nevojshme një Rolex apo një çantë, si quhet? Louis Vuitton, po. Dhe ka pastaj edhe nga ato që kanë pretendime për çanta akoma edhe më të shtrenjta, po. Viola, është sa mirë që nuk je një nga këto vajza, je vajza thjeshtë edhe vajzë patjetër. Nuk do e bëja dot atë lloj. Ka shumë vajza si Viola që ke qef trish. Është e vërtetë. Bësh muhabet, goca të bukura, të zgjuara dhe të lehtëzuara dhe që kemi çat flasësh domethënë. Dhe që kanë se po të bëj qefi tash. Që ti themi ca gjëra, dhe që kanë çart në jetë me aftësi. Me atë që din të bëjnë. Po pse ti je e bukur, të dish të Jo, se nuk e kisha të zosh bukur, nuk është një lloj aftësie. Nuk e kisha të bukuria. Se kisha të bukuria. E kisha të këto muhabetet e tjera. Po nejse. Për shembull mund të ketë goca shumë të bukura, po s'din më ta marrin një pozë, nuk janë fotogjenike, nuk din komunikojnë. Nuk ka motra mia që nuk din të pozojnë fare, nuk është puna aty. Pjesa që ti ke qef të pozosh dhe ke qef të bësh ato, e kuptoj fare mirë, është pjesë e natyrës vajzave dhe nuk ka asgjë të keq. Juve që të vogla keni bërë kush bën poza më të bukura, ke shkallët e pallatit, keni bërë mislagja këtu. Është pjesë, është fan, nuk ka asnjë lloj problemi. Plus që njerëzit duhet bëjnë një gjë ndryshe në rutinën e mërzitshme me njerëz të mërzitshëm, domethënë, se edhe rutina është